Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të flasim me artistin, këngëtarin e muzikës së lehtë, jo vetëm, zotin Arjan Korkaj. Arjan, përshëndetje dhe faleminderit. Dilber, të paça me jetë themi në labet edhe mirë se të gjeta do e thoja, po nuk jam në shtëpinë tënde ose në studion tënde. Mirë se erdhe virtualisht. Ju jeni në punë, kështu që unë ju falenderoj shumë se po fiti nga orari i punës. Mos lënë të Perëndia pa punë, themi ne. Nëse ka Perëndi vërtet. Është puna që na mban gjallë. Po puna është nder. Arjan, të gjithë miqve që na shikojnë dhe miqve tu që na shikojnë vërtet, të kenë jetë e mbarësi, të tjera të vënë e vinë. Faleminderit. Përshëndetje shkryesori me këto gjithçka që na vjen vërdall. Arjan, do ta nisim me këngën tuaj të fundit, produktin e fundit, Përjetësi, një balad që ka ardhur vetëm pak më shumë se një muaj më përpara, kujt i dedikohet dhe sa kohë ju ka marrë edhe për çmërit. Kujt i dedikohet? Të gjithë e bëjnë këtë pyetje. Të gjithë e bëjnë këtë pyetje, por unë bëj këngën siç bëj për çdo. Për këdo në kuptim që bëhen këngët për të gjithë ne. Thjesht bëhet teksti sepse një temë do e prekësh, një temë do e kapësh. Të falenderoj se unë e quaj reklam këtë, edhe pse unë nuk bëj reklama zakonisht, ose siç bëj këngën e nxjerr në YouTube, siç kam për të marrë baladën e re tash, që e pres sot me kismet. Por avash kur i thon, këtë balad ma bëri Klodian Qafoku me Erion Zykën, me Ronin. Besoj se ka dalë këndshëm. E sakt, plus që teksti unë vuaj për tekstet. Në thënë, po nuk pati tekst, nuk kam se ta nxjerr një këngë, ose nuk e kam me nxitim, po duhet dalë një këngë që të bëhet patjetër. Dua teksti që të preki shpirtin e njeriut. Vitet e fundit vetëm teksti, për fat keq, vetëm teksti nuk po jepet rëndësi viteve të fundit. Fatkeqësisht, Dylber, jo. Fatkeqësisht, jo se po shoh me ato që po shoh, që dalin në treg është bërë, e thonim si shaka dikur kur dëgjuam në një intervistë ja bënte Roma për doma një tualet që kishte bërë dikush, një femër, edhe vërtet tash po bëhet, po e them domun me ironi dhe me shaka, jo Roma për doma, po doma për Roma, është për tash nuk e ndim çfarë po bëhet. Del tjetra vetëm luan, një shëndosh, s'dua të them as emrat se tash shëndosh jam dhe vet, mashallah, po. Këto janë më të shëndosha nga unë, nuk mjafton që i shkon barku në stomak, se s'dallohet ku është, hidhen dhe përpjet më bëjë, ngre me këmbë, domethënë ku vete, çfarë ngre? I lëm pastaj tekstet. Pra, situata me artin, ne nga biseda e fundit që folëm, normalisht pak kohë kanë kaluar, nuk kanë një ndryshim, por edhe projeksionet nuk janë të mira. Unë besoj se nuk ka nevojë më njerëzit shikojnë Big Brother, shkojnë live dhe shikojnë këto talentet, në thonjza, talentet, që nuk e di çfarë bëjnë, nuk e di pse vetë ky popull dhe i dëgjon. Qoftë njëra, qoftë tjetra që bëhet e bukur, po u nda, po doli kështu, po bëjnë sikur këndojnë. Harrojnë dhe mikrofonin, nuk po që janë playback, e harrojnë. Shko live dhe shikoj, nuk është se them unë me xhelozi, të betojnë për gjithçka. Besoj populli më kupton. Ka ndodhur shpesh kjo. Vend çfarë dhe këta meshkuj, pa keq kuptime se mashkull janë vetë. Më pëlqen dhe mua ta shikoj një gjë të bukur, po ku është limiti ose kur janë shoqëruar se harrojnë, janë me kë janë, edhe rrin ngulin syt si po bie në gjë nga poshtë, po nuk bie të hëngër të mort, ja nuk bie gjë nga poshtë. Ajo e ruan këtë, besoj se më kupton, ajo që mund të jetë në ty në krah. E ruan këtë. Jo më që radari femës se ka pa hyrë në lokal kush e shikon dhe kush jo. Nuk e di pse arritëm këtu. Më fal se po e shtoj edhe këtë. Nëse e ke dhënë vesh në TikTok sidomos, po dhe në Instagram, shikon lloj sorollopi, femrat. Po bëjnë video me këngë tjerëve, çon si ka, po bëjnë video, tregojnë pjesë të trupit, dritën për çfarë bëhet kjo. Më thënë, ka një model të ri që po nxjerrin lek, se për mua quhet degenerim total. Për mua si Arjan. Arjani duhet po ndjesim ndërpreva. Mendova se e përfundojmë. Ne bisedojmë këndshëm që mos lodhim data që na dëgjojnë, po ti edhe vërteta brenda se nga e vërteta dolëm. Siç dolëm nga prindrit, nga një e vërtet, nga marrëdhënia atyre shpirtërore mund ta them, apo tash do të thosh ti marrëdhënie shpirtërore, ka ata që u martuan nga halli, po. Hajde më. Do bëjmë shaka kupton do pus. Pra, por i duhet më shumë. Për çfarë i duhet një artisti, nëse do ta
quajmë ashtu sikur ata i quajnë veten e tyre të kompletuar, për çfarë i duhet Big Brotheri? Unë jam i kompletuar nga andej. Unë jam i kompletuar si për kamionit, që më jep lekë të sigurta, më del shpirti, lodhem se bie ta mohoj. Po është e vërtet që punoj shumë orë ose nuk kam orare, por kur vjen fundi javës marr lekët e mia. Nuk më shef njëri të më fali populli se publiku tash themi edhe në një fjalë, po tjetër realiteti, unë nuk shkoj nxjerr me nderen, pastaj të mundohem mbasi të dal, ishim shokë bëm kastile. Nuk ke cip më. Për mendimin tim, si Arian, shkuan të paqenit, të dështuarit dhe vajtën bën. Qofse ti je artist, aktor, qofse ti je këngëtare, që e ke treguar përpara kush je, qoftë unë, qoftë kushdo, janë materialet në YouTube, qofse unë kam dalur dhe kthej dhe dre dhe e bëj apo bëj naz apo bëj skena do vokal për këngëtarin ose këngëtaren, siç kanë qenë të parët, që dihet botërisht. Kishin vokal, dilin skenë, vërtet mund të rinin statuj, që nuk jam madhe, njeriu duhet lëviz, këngëtari duhet lëviz, duhet shprehet, edhe shpirtërisht. Që nuk lëvizin, edhe por vokali po. Dikur, dikur kishe vokale më të keqen vllai, domethënë nuk kishe shtrënguan dhe shtrënguan këtu, po dalin me barë, tash i shazane po ti shikosh, edhe po çfarë është kjo, kujti, ç'a bëhet, domethënë erdhi fundi, nuk e di më kupton sepse thonë tek e fundit është jeta ime. Po mirë, më jetën tënde, po ti më nxorre me nderën mua, më ta pash, ç'a jetë më ke private. Në moment që ti ma tregon. Eri fundi apo kisha s'ka ardhur akoma. Unë besoj se jemi një hap para shkallës fundit. Mendoj unë, mund ta kem gabim, nuk e di, por çfarë kam thënë deri sot, besoj se ka dalë. Gjithmonë, duke shikuar çfarë bëhet në lajme, në media, në jetën tonë, në miq që kemi. Dylber, po ndahet shumica e popullit. Këtu nuk flas, në Amerikë s'ka familje më. Por po ndahet shumica e popullit dhe thonë gjithë i kpusim një bashkëpunim. Shumë, më fal, bashkëtesë, më fal. Ke një familje, e krijove. Mirë apo keq? A është logjike ta prishësh? Do thosh ti fëmia rritet, shikon jetën e tij. Po mirë, hajta bëjmë burdello, atëherë më falni për fjalorin, por atëherë çaj bie. Kemi ikur, po urdhëron. Çfarë po ndodh me Amerikën tani, nga janari dhe këtej? Se në Shqipëri në këto muaj ka qenë kryefjalë si për vendimet që ka marrë Trumpi, si e prekin jetën e shqiptarëve atje, si na ndikojnë ne këtu, por në përgjithësi me që po flasim. Këtu puna ka rënë pa mas, Dylber, nëse do jemi të sinqertë. Kur them ka rënë pa mas këtë sezon, sepse Trumpi po ndryshon shumë gjëra me sa shoh. Nuk jam i politikës ose nuk e di ç'është politika. Politikën dita shikoj në kënd vështrim sepse linda në mes njerëzve dhe unë. Dhe nga ajo politikë ose nga ata që na politizuan apo na shtruan jetën apo u rritëm në mes tyre, kemi të drejtë në mendim, dikur se thonim, se s'kishim mundësi. Sot që e themi çfarë ndryshoi, është bërë më keq nga komunizmi, se ne vdesim për çfarë Enver Hoxhën. Jemi shumë dakord, shaje, gjukoje, bëje. Po tash nuk mund dalesh ti kur ke kaq miliona nga i bëre televiziu po ta them ndryshe. Edhe s'm bëhet von fare bile, se kam atë problem. Nuk mund dalesh tash merresh me vilën e Enver Hoxhës apo çka ka pas bencin me koncesioner Enver Hoxha, kur kaluan 40 vjet kur ti e ke vendin bastard, hiku rinia e kupton ç'a po bëhet? Shiti Saliu me shok, ç'a kishim me ç'aski dhe fishekun e fundit. Jo me armatimin që kemi pasën që zgudzon dhe njeri. Merë vritën Enver, më fal, merë vritën Enver Hoxhën, përse jam dakord. Merë ndroja varrin. Ore ndroja prap varrin, jam dakord. Po përse? Më thuaj një arsye se ne jemi popull shumë i pabes. Ne dikur jemi shqiptarë, e jemi bashkë. Kur ngjen flamurin në stadium. Do të themi pyetje, kotër si budalla që jam, mos qofsh nga Velça, se e them me shaka këtë. Nga Velça e Vlorës, do të them krenarin time, unë se më pluk linda. Por që frymëzimin ma dha Velça gjaku, ku i thonë. Nëse mban mend ti dhe populli që na shikon dhe njerëzit që na shikojnë, u bë nami dikur që na bëri kaq krenar sa unë lotova ditë. Jam shumë burr, si e them, që nxorri flamurin autokton në Serbi kur u bën ndeshja. Ballisti, kështu? E quanin ballisti. Çau bë me atë djalë? Tararara. Në hangër të mortë. Çau bë me atë djalë?
Aq e patëm hallin, na bëri çfarë na bëri si krenar, pastaj Gjithë u krenua me të dhe pastaj asnjë s'u interesua më për të. ku është ai djalë? Jetona. E kam përcjella, ja çuan serbë vendora. Ku vajti ky djalë? Për këtë duhet pyetur Rama, kështu direkt, jo indirekt, po direkt. Jo kap me pistolet, jo me armë, sa janë kap me armë, edhe janë hiku dhe kjo.